ta je sigurim atë çka je. Automatikisht burri e ka një farë, që me thonë një farënësie maksimale për migru. Kështu që kjo, kur ti lirohesh një herë, 2 herë, 3 herë si dhunus, tani ti edhe vret 5 herë. Për shkak që kjo është femicid, për shkak që ti e sheh që në qëtë vend, gruaja, nuk ka një farë si vlere. Po, me qenë se jemi tu fol, në këto momente, kemi një lajm në klankosova.tv, gjendet e vdekur një shtetase e huaj në shtëpinë e saj në Pej. Nuk kemi shumë detaje dhe nuk mund të themi asgjë përveç kësaj që kështu ka raportuar policia dhe ka njësuar rast në vdekjes si vdekje e dyshim, dërsa trupi saj është dërkuar në IML për obduksion. Megjithatë, çka po du edhe me shtu është që jemi bo një shoqëni shumë e dhunshme, një farë depresioni kolektiv, që edhe ne pengesën komunikacion po mundohemi me zgjidhë me dhunë. Me dhunë. Edhe një mos marrëveshje ma thjeshtën po mundohemi me zgjidhë me dhunë. Unë jam tepër e shqetësume për vrasjet që ka ndodhur ditët e fundit në Kosovë. Edhe jam edhe për një sen shumë e shqetësume. Okej, kemi rastin e Liridona Ademajt, e cila u bo shumë mediale, edhe si që duket ka me marrë epilog që duhet në gjykat. Po ka shumë rastet të tjera, të cilat në momentin që nuk bon tepër mediale, ku janë? Dhe ka të shumëta, besoj në vend. Dua ta inkuadroj erën pak? Në fakt, dështimi institucioneve fatkeqësisht na përjetojmë çdo ditë në Maqedoni. Para pak kohësh kishim një rast ku një grua ja mori veten jetës edhe vajzës 6 vjeçare për shkak të dështimit të institucioneve. Dhe fatkeqësisht dhuna po vazhdon. Edhe ajo që ne po e lidhim tash edhe me femicidin është që ka ndodhur zakonisht në momenti kur gratë të na raportojnë kur kthehen në shtëpi, sepse siç e tham vetë më kryesit nuk arrestohen ose nuk dalin para drejtësisë, dhuna vetëm shtohet edhe ato në fakt për shumë shpejt është e pritshme që ato edhe të vriten. Edhe në fakt unë nuk e di si po mundemi me vazhdu kështu. Kjo në fakt tregon edhe një pasivitet shoqëror, sepse ne po dalim, flasim nëpër media, ne për 20 minuta po flasim, mirë po në fakt kur shohim protestat janë shumë të vogla, prezenca është shumë e vogël e njerëzve që dalin për të protestuar dhe për të qu kundër këtij sistemi i cili nuk funksionon, po edhe nga ana tjetër e kemi kriju një rahati, sepse përderisa mua nuk më ndodh ne nuk qohemi pesh, edhe nga ana tjetër, siç e tham, nëse mediat nuk ndërhyjnë, fatkeqësisht rastet nuk bëhen të mëdha. Edhe prandaj krejt rastet që bëhen mediatike ne i quajmë femicid për shkak se ato janë femicid edhe prandaj janë bërë mediatike, sepse po të kishte ndodhur një vrasje, nuk e di, në market edhe tjetë një vrasje spontane, kolektive dhe viktim tjetë edhe një gru, atër patjetër që s'do të quhet femicid. E sqaruam edhe për opinionin, dallimin e femicidit me vrasje tjera, e sqaruam dhe biseduam këtu në studio, e shtjelluam mirë dhe urojmë t'ju shërbej, por me vullnetin dua të flas pak për rastin e Podujeves, nga që ka përcjellur në detaje dhe kemi vazhdimisht detaje që vijnë lidhur me këtë rast që nuk ka të bëjë me femicidin. Por përsëri është pasojë të jetuarit në një vend ku të qenërit gru të trajton si kategori e dytë ose si diçka që nuk është bashkë e njëjtë me gjini tjetër. Por kemi të bëjmë gjithashtu me një, që shme thonë, pabarazi edhe ekonomike, por edhe kështu vend ku jetojmë, për shkak që viktima ka qenë diasporës. Kjo ka me qenë një rast i cili duhet më zbulu komplet vetëm për institucioneve të shtetit, për shkak që të gjithë akteret e përfshim, ato që kanë mujtë me dhënë në shpjegim, tashmë nuk jetojnë. Dhe të gjitha rrëfimet anësore të tjerëve janë rrëfime të cilat nuk mund të mirën shumë për bazë, për shkak që sipas gjitha gjasave raporti tyre nuk ka qenë ashtu i njoftën për të dyja parit. Kështu që kretit a kanë gjindën gjithçka me bisedat që janë tu ekzaminu të ashtinë. Vullnet, kemi pa që është përdorur emri i vajzës shumë. Kemi pa mesazhe që vinë pa shumë drejtuar mënyrës se si ka jetuar vajza, si ka vepruar. Po, qëre tashtë, përsëri për ndalimit të që këtë diskutimi nëse me një herë mas këti rasti, të më thënë, familja e viktimes e ka pos një farë nevoje për dalë për me shpjegu ose për me tregu një aspekt të personal të
të familjarët e tyne, se nuk ka pas nësi parënësie, po qaja më ka ba me dyshu që diçka aty shefet mbrapa qëndrimit qëto parsor. Ka me konë shumë ras interesant, për shkak që ka njerëz tjerë të përfshime atë, të cilët dal nga dal me siguri të dalin në publik. Thuat njerëz tjerë, e ke fjallën për njerëz të afën, për çfarë? Njerëz të afërt, njerëz të cilët e kanë ditë që ata janë ka një lidhje, njerëz të cilët kanë qenë të përfshim, sepse ata kanë pas, mos harrojmë, ata kanë qenë në disa herë në konflikte me njëra tjetrën. Kështu që për ata për mua kanë shumë befasuese kur për shembull tentohej me u mohu çfarë do lloj raporti që ata kanë pas të qitë në kandin që vetëm kanë dalë 2 herë, për 2 herë, për mu baza që une, se di që ka marrë, se njëna për temave që mas shumë të është tu përfol, edhe për mu kanë baza se nuk ka logjik që dikush më që me bani akt veç pëse i kanë dështu 2 takime, për dikën që vëtëm rinë. Po, vullnet, pse hyni që të gruja Agjës, se tash po del që nuk edhe qaq aksidentale vrasja e grus të Agjës. Jo, as pak, bele... Edhe tash mos të këqyri me amnistu një, të themi një vrasës e të 2 fesht, veç pse është gru, po me gjithë respektin. Jo. E ka vra një gru tjetër. Po, ama, qëre, përsëri, nuk po flasë në bazë, kur diskutohet për vrasët e s'ki qa me menu, për mërën kush është faktore se kush jo, se kanë kime arsëtu. Se dijet që të kur të vret dikën, automatikisht nuk i që diskutohet për ty. Po, nësi gazetarë gjithmonë diskutojnë pak ma gjanë se qka e ka shtyra ata. Edhe kur diskutojnë për ta, nuk i në të arsëtu, se që ta e kena problemin kërësor. Që na kur të arsëtojmë një diçka për shpjegojmë diçka, na vlishet si kur na e kemi sa qëndrim. Për qatë qështje. Po, ama që Artian është krem i ndodhë për shkak të paparazis. Ajo të qika jetën në një katon që... Po, pikresht ku të fatë dalë. Paparazia është për shkak edhe financiare. Ajo djali ka qenë në diasporë. Të tri patriarkale, më starojmë. Po, me paragjykime, me stereotipe ndryshme. Tashti, nuk është për shembull njëjtë sikur në kam Prishtinë e mundohë mas 3-4 vjetëve, sikur në kam në katon, sepse gjykimi që të ndodhë në katon është shumë maj madhë dhe shumë maj ranë se sa gjykimi që të mund të ndodhë në zonat urbane. Vullnet, a mendon që ka pas gisht në ndarjen e tyre gruaja e Agjës që po ashtu është qëlluar për vdekje? Jo, unë mendoj që jo në ndarjen e diçka, po mendoj që ka pas ma shumë kanë qërë kur te je në si gjendje psikologjike, po qujke gjendje amoke, ndohë që shtë është titulle, ideja është te kanë të që e shesi penges truni jëtë, ose diçka që ty ta ka prushat gjendje, ty do me eliminu. Edhe nëse raporti është që ajo gruaja e Agjëstina ka qenë familjare e viktimes, edhe ka dyshohet që ka ditë për jetën e 2 fesht të viktimës, unë besoj që nuk ka qenë një dam kolateral, që vetëm në efekt të sipër e ka bën, po ka qenë edhe mikse që aja ka përfaqësu në mendin e sajna edhe familjen e atij djalit. Ka qenë hakmarrja e 2 fesht i bie. Në fakt, unë e kam si informacion që pikrisht gruaja Agjës ka ndërhy në ndarjen e tyre që ka qua edhe deri të vdekja, po deri sa të zbardhet për institucioneve s'kisha dasht me ulshu, besoj që do të kemi rast të flasim edhe një herë tjetër, po kjo po del këgjoj planifikume pas takimit edhe në lokal, pas lënjës viktimës i vrarë me 3 plumba për disa minuta në makin, marrjen në peng të grusë Agjës e më pas vrasjen, kërcënimin edhe për antarët të tjerë të familjes, kërcënimin e antarëve të tjerë të familjes që janë ndodhë në ato momente në shpi, po si informacion që më ka arë së fundmi është që gruaja Agjës ka ndiku direkt në ndarjen e tyre, andaj edhe ka ndodhë gjithë kjo. Me gjithat besoj do të flasim njerë tjetër se jemi... Betet për diskutuar dhe herave të tjera. Po, plus, do më dhe që kesh një raport të jetë disa vjetë mes të 2 familjeve. Që kanë shku 2 familje. Që kjo e bërë edhe ma problematike, rase edhe ma të ndjeshëm, adin për shkak që të 2 familjet nuk e kanë mundësin mës me u taku ose mës me u po me në ati. E këmë qartë. Vullnet, falimderit shumë për këtë lidhje direkte. Era Knaqësi, falimderit që kene qenë së bashku më në gjatyre momenteve. Falimderit. Falimderit shumë Artiana, takohemi Knaqësi. prapa kamerave. Takohemi pas pak. Ndërka që mi zdash për shkoa tani.